Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Çajla po vazhdon aktivitetet bamirëse për të ndihmuar familjet në nevojë, jetimë dhe personat që kanë të vështirë ta përballojnë këtë muaj. Fal kontributit të bamirësve nga rajoni Gostivari dhe diaspora, janë shpërndar pako ushqimore dhe ndihma financiare për familjet në nevojë. Bamirësi Sinan Elezi bën me dije se ndër donatorët e sotëm është një bashkëdhetar nga fshati Strajan, i cili punon në Gjermani dhe ka dhuruar 10 pako ushqimore, si dhe një bamirës nga Strëmnova me punë në Zvicër, i cili ka kontribuar me 10 pako të tjera për familjet në nevojë. Kjo dhurat vjen për njëri për Strajanit që punon në Gjermani, jo në tratë në Gostivar. Unë api në 10 paqeta, Zoti i dha shtomera, shëndet, bereqet, dhe Zoti ja pranov këtë sadaka që e për këtë ta nevojtarët, se ne përballojnë këtë mujtë të shetë rëllam. E diti është pisër nove, ishte e 10 paqeta, edhe këti, Zoti ja pranov këtë sadaka, këtë mujtë të shetë të Ramazanit, që i gëzojnë nevojtarët dhe jetimet që kanë sofrën plotësi kina ne. Sipas Elezit, aktiviteteve të sotme humanitare u është bashkangjitur edhe një vajzë nga Çajla që jeton dhe punon në Gjermani e që ka dhuruar 200 euro, mjete që janë shpërndar për familjet në nevojë në emër të saj. Është një vajzë për Çajle që punon në Gjermani, ajo ka dhënë të holla 200 euro, bashkëpërdajti nevojtarëve në asaj, Zoti ja pranoft dhe i dha shtomera në jetë dhe shëndet të plot. Këtë mujtë të shenjtë Ramazanit, Çajla ka qenë gjithmonë në aktivitete, si cëllën ditë kina dalë. Unë vë faleminderojmë gjithve bamirësve, donatorëve të rajonit Gostivari, besimin që ma kanë dhënë, edhe tjerë sigurt se kontributi ative ka shkonë vend të duhur. Unë vë faleminderojmë gjithve që i kanë gëzohë këtë mujtë të shenjtë të Ramazanit, nevojtarët, jetimat dhe ata që s'kanë pas mundësi ti ta kinë sofrën plot këtë mujtë të shenjtë, bamirësit e Çajlës të rajonit Gostivarit va kanë plotësohë gjithmonë sofrat. Elezi shprehu mirënjohje të veçantë për të gjithë donatorët që po mbështesin këto aktivitete humanitare, duke theksuar se solidariteti dhe humanizmi janë vlerat që e bëjnë më të lehtë jetën e atyre që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Elezi theksoi se me përkrahjen e bamirësve, aktivitetet humanitare do të vazhdojnë edhe në ditët e mbetura të Ramazanit.